Mimbrëma, star dhe stariste drejt për drejt, si shdo të hënë në ekranin ton, ku kemi ardhur në epilogun e ti sezoni. Tema mbas pak do jetë shkruar i do të lexoni, vllaznia në këtë epilog drithërues të rënies nga kategoria, sepse të gjithë të tjerat u shuan. Ka një 90 minush drithërues për vllaznin dhe për Tiranën. Mënyra si u luajt, ku në javën e fundit, ndoshta humbi edhe nocioni i ndershmërisë të kreu dhe të fundi. Pikërisht në Kukës, të gjithë teorikisht ne pranuam që Kuksi është skuadra tashmë që është kampione këtij sezoni, por jo në shkëlqimin e një kampioneje. Mënyra e arbitrimit të një prej arbitrave më të mirë shqiptar, Enea Jorgji, ishte skandalos. E thënë shqip dhe kush flet shqip flet pastër qartë, ishte hajdut i këtij sezoni. Ai sa qytetari Salihi, i cili në mënyrë demonstrative gris në mënyrë kartonin e kuq dhe edh jashtë dhe ne pam në lojë. Do diskutojmë për shumë gjëra sot, por dhe për vllaznin ton, e cila do të jetojë 90 minutin drithërues, kur tashmë në kategorinë e parë ka hyrë një ekip tjetër shkodran, Vllaznia B. Pa unë bërko, e fillojmë pikërisht me panelin Qarshiv Hoxha Mimbrëma. Me Akademin Vllaznia, kur formalisht kemi U17, nuk vazhdon më tej, sepse është ai sistemi 2 skuadrat e para të grupit me 2 të parat e grupit tjetër, janë në play-off, sot është mësuar shorti, mbas pak do t'ja bëjmë të një orë, është edhur shorti, dhe ka kaluar gjithë një U19, e cila rritet të fitojë e para, dhe ka një përballje tani ditën e enjte në 5 Helmës. Ju që na dëgjoni, që doni të shikoni, në 5 Helmës ditën e enjte në orën 12, Vllaznia U19 luan finalen e parë për të kaluar pastaj te ndeshja e dytë finale për të qenë kampion. Mund të udhtoni edhe me makinat tuaja, mund të udhtoni edhe me makinat e rastit, sepse si çpam Qarshiv dhe te Vllaznia, ndoshta organizimi lë shumë për dëshiruar për ta ndjekur vllaznin, kur dikur ishte me bicikleta, ka ikur koha e bicikletave, është koha e modernizmit dhe për akademin, jo për dështimin e U17-s. Arritja është U19. Do të shihet ka një gusht se akademia fiton dhe është mirë, akademia mundet të është keq. Qëllimi final është sa furnizon kjo akademi ekipin e parë. Po, mi bazën e kësaj filozofie është ndërtuar edhe puna jonë te akademia. Mund ta konsideroj sukses shumë të madh vendi i parë me U19. Në grupin tonë bajnë pjesë skuadra si Partizani, Tirana, Shkëndija, skuadrat më të mira të Shqipërisë, Vllaznia. Ndërsa me U17-ën, që është e vërteta, nuk mund ta quaj dështim, më din se vendi i kuadër nuk ka dështim, por u krijuan disa rrethana që ndikun në përkeqësimin e rezultateve. Disa lojtarë u vranë, dikush kaloi te trit, dikush tjetër ndeshje decisive ishte me kartela, unë rrunë trajnerat, edhe më thanë, u ban një sër faktor që ndikun që U17 mos tjetë në play-off, por unë besoj se të U17 një grup 7-8 lojtarë që kanë me kanë shumë të vlefshëm për U19 e vitit të tjetër, në bashkëpunim edhe me disa lojtarë të datlinjes 1999 që janë aty të trit sot, kena me pas një ekip të mrekullueshëm U19 të vitin e ardhshëm. Për vllaznin, ata që na ndjekin tani, teleshikuesit tanë kanë parë dhe temën e afishuar në ekran, Vllaznia në epilogun drithërues të rënies nga kategoria? Ta ndërtën jam i përkas aty në personave që në filozofinë e jetës teme kam ndërtuar mi bazat e asaj që kur dikush ose diçka është në buzë greminës, nuk jam për me shty në greminë, po jam për millandorën. Ky është moment që na duhet të batan bashkë për millandorën vllaznisë, është moment kulmor që ky ekip ka nevojë për mbështetje. Një mbështetje që realisht nga ana tifozave ka mungu, jo për fajin e tifozave, gjithmonë, tifozat kanë drejt, por
këtë rallë është e domosdoshme prania atyne në stadium, ndihmojnë skuadrën e tyne, në mënyrë që Vllaznia të jetë përkrah skuadrave më të mira të Superligës shqiptare, në mënyrë që në futbollin shqiptar mos të mungojnë ajo skuadra konore këtij kampionatit, dhe që futbollin në Shkodër të jetë sport i parë si gjithmonë. Do të ishte katastrofë nëse Vllaznia do të binte në vendin e dytë, sa do të nikote psikologjikisht të brezat që po rriten, që i pëlqen loja futbollit e që ju pëlqen me lujt futboll. Me ndihmën e Zotit, edhe me fuqinë e tyne, me maksimumin e tyne, unë besoj se ditën e shtunë Vllaznia do të marrin atë rezultat që do ta lejoj të garoj vitin e ardhshëm për krah skuadrave më të mira të kampionatit shqiptar. Por nuk është fundi i botës. Fundi i botës është për Vllaznin. Jo, nuk është fundi i botës. Për mua është emocioni, sepse fundi i botës Vllaznia e gatoi vetë, dhe atë që gatuan, atë që mbjell do korrësh. Dhe nëse ti ke mbjellur suksesin, do arish të suksesin. Nëse ti ke mbjellur dështimin, do e pranojmë dështimin. Mi mbrëma Qershi Hoxha, mi serdhe. Oltjon Kërnaja, drejtori teknik të Tribuni, i cili merr frymë sot përfundimisht për arsye se ka kaluar dhe Orikumin dhe qëndron në kategorinë e parë. Një skuadër me oscilacione Oltjon dhe pash në shtypin, duk pak egzageruar, që sezonin e ardhshëm Tribuni jot, Tribuni Krepit, Tribuni ynë, sepse skuadra e këtij qarkut do të hyjë në superiore, duke ka qenë në superiore, ranë të parën tani do hyjë prapë. Mirë, të ndalemi te ndeshja e fundit me Orikumin. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Tribuni, siç e thatë edhe ju, me oscilacione, gjatë fazës parë me disa probleme shumë serioze, besoj kanë qenë më përpara temë e diskutuar këtu. Gjatë fazës dytë filluan disa ndryshime, duke ardhur në krye edhe një trajner më i njohur se profesor Krepi, i cili bëri disa lëvizje dhe frytet e punës, siç e thatë ju, çambollën gjatë atyre 10 ditëve para kampionatit, erdhën me qëndrim kategori ku vështirë që imagjinonte gjithë secili pas asaj fazë të parë. Nesha më Orikumi, shkoi ashtu siç e kishte planifikuar profesori, me disa lojtarë tonë që janë akoma më të pjekur, të them realisht ndaj Orikumit. Orikumi është një ekip i ri në moshë, lojtarët e dalin nga U19 e flamurtarit. Ne me disa lojtarë shumë ekspert në këtë kategori, po që ka luajtur në Superligë si Kuka, Beci, dhe falë Zotit e arritëm të qëndrojmë. Është rasti i dytë mas Qershivit që përmend falë Zotit. Ndërsa sa për shkrimin në gazetë, janë artikull gazetë është akoma shumë herë për diskutu. Mi se erdhe, do diskutojmë gjëra gjatë edhe për Tribunin dhe për Kamzën, që është ekipi që sot sankcionoi, firmosi, notarizoi rifutjen së bashku me Lushkin në kategorinë superiore, duke zëvendësuar Tribunin, dhe nuk dim këtë do zëvendësoj tjetër. Për shembull, do zëvendësoj Vllaznin apo Tiranën. Kamza mori atë Qershin atë punën e vet gjatë gjithë vitit, ka gjithë vitin që kryeson është në krye të tabelës. Nuk është mundur, është mundur vetëm një mos gabosha. Gjithë vitin tjetër ka qenë në krye, fruti i punës, i uroj suksesa aty, ndërsa vjet keq ta them, një ndër ikonat e futbollit shqiptar, me shumë mundësi do bjerë. Tirana ose Vllaznia, më avantazhuar është Vllaznia, sepse kanë në lojë 2 rezultate. Tirana si duhet vetëm fitore. 2 ekipet që akoma asnjëherë se kanë provu, por siç thatë edhe në studio, është keq menaxhimi të 2 ekipeve. Jo, dikur Vllaznia ti s'kishte lindur, e ka provuar, e ti Qershivi, e ti Goni, e ti dhe Kim Burge. Dikur Vllaznia ka qenë në kategorinë e dytë dhe i bëri mirë, se u fut pastaj me Skënderij Arecin, një futboll modern e tjera, ku kishte shpirt. Vllaznia i mungon shpirti, Vllaznia i ka bërë llogarit shumë herët, pastaj u sprapsua dhe tani ndoshta në emisionin e ardhshëm do shpjegojmë gjithësisht gjërat dhe nga ana monetare. Domethënë është ekipi që bashkia Paris vërtetës ka harxuar miliona, por për një qëllim më të madh dhe jo për këtë qëllim që mund ta fitoni dhe me një buxhet më të vogël. Oltjon, mi se erdhe drejt për drejt në Star Plus, që kur transmetojmë këtë Star Sportin. Agim Burga, mi mbrëma. Mendon që u organizuan mirë për tifozët, për opinionin, për median? Këtu media është e madhe, nuk është kaq, janë 4-5 media që janë fuqishëm, që kanë zili.
edhe kryeqyteti, jo vetëm Shkodra, dhe si u organizuat takimi nëpërmjet medias nga bashkia, për shembull që në Shkodër kam parë një tifozëri të pakët, aq më tepër këto javët e fundit, aq më tepër në Durrës, për shembull duhet kishim më tepër mbështetjen totale të lojtarit të 12, siç është tifozi. E pat ju në këtë ndeshje drejt Durrësit tifozin? Nëse do të ishim kënë në një situatë tjetër, pra situatën e në qysh me president, do të kishe udhëtuar edhe në bicikletë, atë bicikletën si e përmend bashkë me zoti Qarqifin për Durrës. Nuk do të kishe pritur. Por, një ditë përpara, i bëj thirrje emisionit të Star Plusit që ju lutem sa ma shumë autobuza po i drejtohen bashkisë, jo ju, i thash personalisht, ju s'keni gjatë dorë për këtë punë. Edhe mundësisht biletat me ju pagu në stadium, sepse dihet kjo, e din edhe bashkia dhe dim natë ashtë, e njohim militetin, zena Shkodran, se çfarë forcet kena, se nuk kishte pritu as kush më ardhë. Në Durrës, jo në Durrës, po kena shku në Gjinokastër, në Korçë, në Vlon, në Shi, në Tufan, dhe po i bi shkurt stadiumi është me 200 vetë. Dhe nuk u përgjith shkush, më falë, dhe nuk u përgjith shkush. Në pra, kjo është përgjigje. Dhe nuk u përgjith shkush. Të falenderoj dhe të uroj mirëseardhje në këtë emision të diskutojmë dhe gjëra gjatë. Se a ditë Miftia, futbollistë i ekipit kampion, tashmë në kategorinë e parë. Vetëm del dilema. Miftia që nëse Vllaznia do bjeri, kush do tjetë? Vllaznia, po do jetë B, ju do kaloni A, Vllaznia A do kaloj B, kjo është problem që nuk e zgjidhim dot këtu. Arritët një fitore pikërisht kur dolët të dytët dhe fituat në ndeshjen e play-offit. Shumë e vërtetë. Jo pak, por arritët deri te kuota e 11 metrëve, që është një emocion i jashtëzakonshëm. Ishte një ndeshje tamam emocionuar, se ishte finale, ishte një ndeshje që na kishim unit në kategorinë e parë dhe ja arritëm. Ishte gjithë ekipi ishte i kënaqur me atë fitore që bëme. Sopoti është një ekip që ka shumë lojtarë të mirë, që kanë luajtur në Super League. Por fati ishte me ne, bëme punën dhe meritoni me kategorinë e parë. Kur dihet për shembull që Sopoti eliminoi Elbasanin me shumë emër, dikur kampion direkt. Dhe pastaj u eliminua nga ju. Po. Ndeshja u bë në Lushnjë. Në Lushnjë. Si ishte ambienti? Si kishin ardhur Shkodran, kishte më tepër Kishim me të vërtetë që kishim shumë tifoza Shkodran, ishin pothuaj 100 tifoza Shkodran që na mbështeten gjatë gjithë ndeshjes, prind, familjar, edhe i falenderoj shumë që erdhen atje me na mbështet neve. Sa ditë të uroj me gjithë zemër këtë është sukses, që është sukses i madh, dhe që të jeni i vetëm dhe Vllaznia të jetë në kategorinë superiore. Po të shikojmë ditën e shtunë. Endrit Qinari, student për gazetari, i cili vazhdon gjithnjë student, por thash ta kam thënë edhe një herë tjetër, edhe kur të mbrosh diplomën këtu dhe në Evropë, nuk bëhesh për një herë gazetar. Gazetar do t'i thuash faleminderit Star Plusit, do t'i thuash për një punë të vyer që është një praktikë e jashtëzakonshme që nuk e bën çdo njeri. Pikërisht do ta filloja me Kuksin Skënderbeu, një gjykim skandalos, një hajdut në mes të ditës, volli sezonin, volli kampionatin, aq edhe koksianët nuk ishte ajo festa e një fitore të vërtet, ishte falso çdo gjë. Është e vërtet kjo që thoni ju Pirro, se edhe koksianët e ndjenë se ajo nuk ishte një fitore e vërtet. Madje ky kampionat mbyllet perfekt me ato imazh të Hamdi Salit që i shkryen kartonin në sy gjyqtarit, treshesh e gjyqtarëve dhe vlen këtu të theksohet pse një treshe gjyqtarë, pse nuk ishin 6. Ku vlerësohet ishte një ndeshje finale, duhet të ishin edhe gjyqtarët pasportave. Këtu është përsi një dismerit e federatës. Nuk e kuptoj është bërë me qëllim apo neglizhim. Nuk ma merr mendja se ishte neglizhim sepse di e rëndësia kësaj ndeshje. Ajo shkrye e kartonit, shqyrje, më mirë ta themi, është përmbledhja e imazhit të këtij kampionati. Ky kampionat ka falsitet, ka aleanca, s'ka futboll real. Për mendimin tim, gjithë për mendimin tim.
Atëherë, le ta fillojmë Kuksi debatin. nuk e heq as pak fjalën kriminal ndaj atij arbitri, që gjykohet se është më i mirë në Shqipëri. Një, ai arbitër ose është i korruptuar, dhe këtu dënohet me ligj që shkon deri në burg, siç ndodhi me arbitrat në Serie A kur ndodhi skandali Juventusit. 2, ai është i paftë. Por kjo e dyta mendoj se nuk qëndron përderisa i ka marrë një sistem FIFA që jepet nga organet ndërkombëtare. I drejtojnë Burgas, pikërisht, pse nuk ishin 6 arbitra sipas jush? Ishte super finale. Vetëm një nënimit vogël në drejtim të studentit gazetar dhe një përgëzim shumë sinqert, radhën tjetër nuk ja bana. Mund t'ja bësh dhe mësë emisione, ka do të pyetës janë minutat e të sekonda emisione. Vetëm kaq. Se në qoftë se ka për të vazhduar kështu, do t'i dalin shkotet një gazetar super i sakt. I lejmë këto se ka lotërje, pse nuk ishin 6 arbitra sipas jush? Ishte harres e federatës? Jo, ishte hajni e federatës. Okej. Qëshje? Unë nuk mendoj se ky ka qenë kampionat i fallëcuar dhe për mua Jo, kjo arbitrimi, mungonin arbitrat mas sporte, kur ishte finale, siç mungoni dhe sot në Lezhë, arbitrat në një finale të kësaj kategorie, kam sa beslidhja. S'kam përgjigje. Nuk. Për mu ju besu i treshi gjyqtarë që ndër më të mirët, por ishte gabimi atyre. Edhe me ata tre, nëse do ishin të drejtë, edhe ata tre do kishin. Jo, lem drejtsinë e tjera gabimit. Nuk qënë pesh, mungonin 6 arbitrat. Arbitrat më sportet nuk pyeten as në futbollin evropian. Jo, pyeten. Ishte rasti penaltis, ishte pikërisht në sytë e një arbitri mbas sporte dhe nuk majnë përgjithësi arbitri kurrësor. Zoti Piro. Mungesë të arbitrit nga pa porta. Hajnia, lutem, hajnia është më sigurt kur nuk janë arbitrat mbas sporte. 3 metra larg ishte. Sepse është justifikim e arbitrit kryesor. Nuk e pa, një gabim njerëzor. Për mendimin tim, si po thosh edhe por, ishte një arbitër mas sportit atë penalti në Latifit, nuk ishte stimulim, por ishte penalti e vërtet. I 100% penalti bile. Okej. Agroni Sofi mi mbrëma dhe pyetja ju është disi e veçantë me që merrni dhe me menaxhimin e futbollit, i ndiqni vazhdimisht, jeni shumë aktiv në rrjetet sociale, pikërisht një futbollist kaçurrelc, shumë i bukur dhe si fizik, ishte pjesë e vllaznisë sezonin e kaluar, kaloi në menaxhim pikërisht e Partizani dhe luajti vetëm 20 minuta në ndeshjen e fundit me Korabin. Po. Është fjala për? Hakaj. Ersin Hakaj. Po. Ishte të vllaznia edhe duke pa që e kërkoi Partizani, marrëveshje me akademinë, me drejtuesat, i dhanë drejt me shku te Partizani. Kjo ndoshta edhe me dëshirën e tij, po si erdhën relatat, ai ku atje, ose pati edhe një dëmtim në Kavile, që unë kam qenë në Malzi, te doktori jem, që është më i miri për këtë punë dhe ka ndonjë 3-4 muaj me probleme. Për një atë se ka lënë me lujt, s'ka marrë aktivizim më shumë me lujt futboll te Partizani. Por është i detyrueshëm që jetë vllaznia, pjesë e vllaznisë. Nuk ka ekip në Shqipëri që nuk ka Shkodran. Janë 48 vetë. Kjo ndodh. Nga që Shkodrani nuk e do Shkodrani dhe Shkodran, vetëm kur lu kundër vllaznisë duhet tregohet bamirës, apo duhet mendohet mirë ai që seleksionon ekipin e vllaznisë së madhe. Edhe ajo është. Dhe ju ishit dakord që është kulmi i botës nëse vllaznia bie. Unë do thosha dielli do lindi prap, do perëndoj prap, vllaznia do mësohet. Fatkeqësia dhe Shkodra sa që nuk ka 2 ekipe në Superligë. Ishte me 2 ekipe në Superligë, kishin pa lojtarët që do të vishin të lushin, do të pashim një kampionat të jashtëzakonshëm. Tanë futbollistat nuk ishin marrë rrugët e arratisë në veçë të tjera. Atëherë, ai që të ndjeksh, sipas jush do të thotë 2 ekipe në Superligë. Do thotë Adën? O Adën, o Veleçikun, o Puken që i kena afër. Që tanë këta ekipe që ishin, po ishin superiore. Sa u shfrytzuan nga vllaznia? Po shfrytzuan sa mund të më shfrytzuan. Por menaxhimi e dashur të fije më kanë më sakt. Vllaznia ka shumë lojtarë që në gjitha rrethet.
Nuk besoj që Vllaznia ka ngelur tek 2-3 serb, bosnjak, malazez, siç ishte rasti lojtar që luajti vetëm ndeshje me Skënderbeu. Ai nuk ka faj tyne, pra janë probleme tjera. Është faj drejtuesve, pra, sepse ai ka luajtur, nëse s'gaboj, vjet në kategorinë e tretë me Vllaznin B. Ka luajtur në kategorinë e tretë. Ai dhe Jo, Çiçmil, jo, s'është e vërtetë. ka luajtur ndeshje me ekipin tim jo. Ose ai vit, si ka pasur Rut, një Vajtsen, Kroati. ka luajtur. Është gjunaf që të ikin andej dhe për shembull siç pjesa Hakajt iku te Partizani mos luaj. Ose siç e kam te Puka, Becin, që mos jepet i mundësi te ekipi i parë. Kjo është një pjesë e mos menaxhimit duhur nga ana e drejtuesve, mendoj unë. Rudovic, më fal, ka qenë edhe Rudovic. Me sa më mend, ka luajtur në kategorinë e tretë. Nuk kanë piketuar ato blerje, por ata i identifikuan në pjesën e 2 sezonit dhe u larguan Vajtser, Ylli Hoxha, shumë tjerë. U larguan dhe mendoj se nuk është faj, nuk mund t'i vëmë gishtin malazezve ose serbëve ose bosnjakëve, për si Vllaznia është totalisht një ekip bio. Ishte një javë ku Vllaznia kishte 11 shkodran. Është Vllaznia B gjithashtu 11 shkodran. Jo 11, po 25 shkodran janë aty, që herë gërsheton. Mendoj se kjo Vllazni B nuk e meriton që një fat keq që të rikthehet në atë kategori ku ishte, në qoftë se Vllaznia A bie nga kategoria. Duhet që këta të çndrojnë aty ku janë dhe e meritojnë, dhe Vllaznia A nëse bie të shkojnë në kategorinë e tretë. Jo, pak interesante. Duhet të shkojnë në ekipe tjera, se janë shumë. Ti ke që dhe profesori Qasifi. Api një temë Qinari. Vllaznia B me merit hyri në kategorinë e parë. Ndërsa Vllaznia A e Madhja, që do të luaj ndeshje në fundit super finale në Shkodër ditën e shtunë me Tiranën, e zën për një moment, se nuk t'i gjen gjë nga e zëna, bie në kategorinë. Qinari tha, këta duhet jetë Vllaznia e vërtet dhe ata, sepse janë shkodran e tjera, kurse këta, Kërnaja tha pak, mos ketë malazes, se do jetë një kategori më poshtë, e tjera, dhe këta të forcohen dhe ty Vllaznia në kategorinë superiore duke filluar me Vllaznin B, po e quaj. Si të duke i propozim? Ky debat. Mund ta kundërshtosh? Jo i keq, po mos ta harrojmë se edhe tonë ekipi Vllaznis A gjithë kanë luajtur në ekipin B. Po për rregull, e vazhdoi Vllaznia B, është në rregull. Vllaznia nëse bie le bie. Ka shumë kena prodhim fabrike në bana në Shkodër, s'ka shumë futbollistë që dina ku i bien anë dorë më përpara, ka probleme. Jo, ka çik problemi. Qinari tha, Vllaznia B do të jetë Vllaznia A, e kalon nga B-ja në A. Vllaznia A, nuk e di, le të shkrihet fare. Atëherë, ti më qetë qashif, ai nuk e tha me nerve, tha shumë qetë. Jam kredi qetë, por pse t'ja heqëm meritin këtyre gjendëve? Nuk po flas me natë as pak sepse asun nuk dua që Vllaznia të rrezohet. Janë moshë, janë vati për afër. Dona me mendu hiç që Vllaznia mundet më radh. Absolutisht. Dama kena mundësi të lozim për 2 rezultate. E kena mundësi, pa bileta është. Nuk kam mirë me mendu të keqen. Problemi është që edhe ata lojtarë, nëse ndëgjojnë kështu deklarata shprehnesh, nuk është kja java, gjyqjet po i bëjmë mrapa. Problemi është që të bashkon ata antinapim i dorë. Ata ka nevoj për ne, ka nevoj për tifozat, ka nevoj për fjallë të mira. Ka nevoj për morali, se kanë shumë të lodhë. Na kena nevoj me umon 100% atyne, sepse ndeshja ka me kanë shumë e forte. Tirana nuk është aja vërtet, aja që ka ata pikë. Tirana është skuadër ma mirë se ata pikë që ka, edhe 5-6 ndeshjet e fundit e kanë kallëzu. Që gjatë e ka me kanë një ndeshje shumë e fort, na kena edhe haqe me martë ata, dhe në shpresoj që lojtarët tonë kanë me dhanë maksimumin, as trajnerit Cungu, as drejtuesët e Vllaznis, as për kushtimi që ka pas bashkia si mjet në dhanjen e fondeve për këtë ekip, nuk e meritojnë këtë katastrofë. Unë mendoj që nuk ka me nollë. Keqja s'ka me nollë. Pse të akuzohet bashkia një që rrugët i marrin. Çdo gjë janë rregull, bashkia për çfarë? Bashkia në rregull, për mua bashkia në rregull. Para di kanë marrë tan. Me pa kanë president dikush tjetër, ata lekë kishin marrë. Kush është përgjegjës? Jam dakord totalisht që bashkia nuk është përgjegjës. Po atëherë financat nuk kanë mundu akumulimi e rrasës. Janë 1 miliard e 200 Bashkia, jam shumë dakord me gjithë ju këtu, nuk ka faj. Akumulimi, parat,
financët nuk kanë munguar. 100 lek nuk është munguar asnjë lojtari. Trajneri është më të mirë në çakullim. Kush është fajtori? Vazhdia erdhin këto një kurb që ka ardhur kështu. Futbolli është një sport që edhe eksperienca ndërkombëtare na tregon që ndonjëherë investimi nuk të kthehet. Ka skuadra që harxojnë miliona, qindra miliona dollar edhe euro, edhe nuk arrin me marr trofe. As në vendin në kampionatin ku janë, as në arena ndërkombëtare. Në këtë moment, ky investim i simjeqëm, nuk ka qenë suksesshëm. Ky kampionat ka qenë kret anakronik, i jashtëzakonshëm, asnjëherë nuk ka qenë në Shqipëri, po nuk mendoj që as në botë që 3 skuadra luftojnë për titull, 7 tjerat luftojnë për mjetesë. Edhe na mundna me një fitore me Tiranën, mundna me një 4-5 shkallë në klasifikim. Matematik. Kjasht. Nëse nuk kja, që do në më thonë, dëman, qëfar analizët duhet me bërë? Po për momentin, dëman, sonde në këtu nuk duhet me mënu të keqen, nuk duhet, tirujmë ta fjallë, për inshallah nuk na bjenë rasti kur më thanë fjallësia. Qose ke që ndodhë, ku tirujmë fjallë? Na duhet sot me dhanë mesazhe mbështetje, po tjetër që po absolutisht jam dakord. Duhet që stadiumi tjetë 16.000 vende plot. Me ba thirrje që me shku edhe me fëmijë, edhe me gra, me shku familjar gjithë. Me mujtë me këthy të shtunën një ditë festet, në mënyrë se futbolli në Shkodër është feja. Ka shumë, rreth 1000 fëmijë merren në futboll sot. Edhe gjithë se cili prind ka qef, i cili do rang qoftë intelektual, qoftë punëtor, qoftë i mesëm, ka qef fëmijën e vetë gjën e parë me bë futbollist. Kjo ndodh edhe në botë, është e çuditshme. Kështu që futbolli është sport i mas. Na nuk duhet më dhani këtë goditje futbollit në Shkodër. Inshallah, shpresojmë që të fitoj. Njëherë. Dhe në rubrikën tjetër, që kam kënë të eveni aty, ku është e djali aty sportisti i në Rumë, unë thaq diçka, që ose e mani me në gjithë. Që ose vllaznia do të lozin, si ka lujnë Kuks, Partizanin në analojmë Shkodër. E manë men? Më falë pak. E manë men? Vazhdo, nëzirë mendimi se ka rritën rubrika. Aterën pra. Morali ka kënë shumë i naltë. Dhe moralin, në një rubrik, një kanal televiziv, e ka dzerë Aqik Ideal Lekici, se nuk është ma diçka e mshet, Ideal Lekici, sportisti vllaznis i dikursin, të sot të njerë për tjera shtek Lezha, që qarja është ba për problemin e pareve që nuk janë dhanë gjithë sportistave si mas djerës. Aja ka thanë me gojtë vetë, dhe unë e kam një gjuhë në televizor. Se nuk dolin që ose nuk është e vërtet, dikush me e pergjenjështru. Nga stafi, nga bashkia, nga njeni, nga tjetëri, po gjithë heshten. Lutën pak pa. Dhe kjo heshtje, dhe në që ose në porrim krejtë qetë, kusante, o të thojmë natër e mirë ku dalin për derët, vllaznia aman pas Zotin, a ke parasysh? A thu se vllaznia në fund ashtu lut për ne. Vllaznia të lut për vetin rreth parë. Kam deklaruar atë natë. Për rrogën, për munin, si mos munit, ata shpërblejnë dhe rrogën e çojnë në shtëpi sepse po të ishte puna që do të më pranohet edhe kush, edhe unë të shkoshe me lujt futboll sot, sepse jam 50 vjeç. Lutem pak. Jo, të mirë. Prit atë gjitha. Bashkia i ka dhënë të gjitha lekët. Qinari bëri një pyetje. Kush man përgjegjësi se lekët janë dhënë kur diun as për ekip të parë, për vend parë, të dytë, të tretë. Tani për mbijetesë, vllaznia lutem me këtë vllaznin bë. Lutem me ushtat me unë kam një gjuhë, lutem, unë kam një gjuhë aty diçka atë natë që the. Po sikur jam do t'ja kthejnë paret vllaznis? Po, përgjigju ti tani. Mos bëmë analizë, ai më thënë. Jo, analizë po çka ke marrë unë? Analizën. Jo analizë. Po lutem pra, kush man përgjegjësi? Përgjegjësi man stafi me kryetarën e bashkisë, ajo është i plot fuqishëm i vllaznis. Ky është mendimi jot. Falenderoj, kalojmë te momenti i reklamës. Do vazhdojmë debatet këtu në studion e Star Plusit. Publicitet. Vazhdojmë debatet tu, do t'ju njohim dhe ju mas pak. Le kalojmë tani tek pikërisht informacioni pamor. Si u lut java e parafundit e këtij kampionati
ja rezultatet e arritura. Tirana Luftëtari 2-0, Flamurtari Laçi 0-0, Partizani Korabi 3-0, Teuta Vllaznia 1-0 dhe Kuksi Skënderbeu 2-0. 90 minuta para mbarimit, renditja është kjo. Kuksi tashmë kampion me 75 pikë, ndjekur nga Partizani dhe Skënderbeu nga 71, Luftëtari në vendin e katërt 41, Teuta 40, Vllaznia 39, Tirana 38, Flamurtari dhe Laçi nga 37 dhe Korabi 13 pikë, i rënë tashmë. Java e fundit e kretë sezonit, mbyllja epilogut do të vëri përballë. Klasikën e Shqipërisë Vllaznia Tirana, Korabi Flamurtari, Luftëtari Kuksi, Laçi Teuta dhe Skënderbeu Partizani. Ndërkohë kalojmë me shpejtësitë e kategorie e parë, ku sot u përcaktua dhe skuadra që mungonte. Ishte takimi që u luajt në Kamës, ndërmjet Kamës dhe Beslidjes. Ka përfunduar 1-1 dhe Kamës është gjitur në superiore. Së bashku me Lushnjin, mbetet Tërbuni, hynë Gnatja dhe Neftëtari. Kjo ishte kategoria e parë, kalojmë te U17, kur në javën e 27 të fundit të këtij sezoni rezultatet kanë qenë. Olimpik Partizani 2-3, Kuksi Shkëndija Tiranës, me sa duket nuk është zhvilluar, Porto Internacional 1-0, Laçi Vllaznia 0-1, Tirana Akademia 4-1. Kjo bëri që Vllaznia jonë të zëri vendin e 4 me 52 pikë. Shkëndija Tiranës 53, dy të para që kalojnë në play-off është Tirana me 65 pikë me trajner Suleman Memën dhe Akademia në vendin e dytë me 58 pikë. Në play-off sot u shorti, ditën e mërkurë në fushën e Pezelmës, Akademia do të luaj me Shkëndin e Durrësit, ndërsa Tirana do të luaj përballë Flamurtarit. Mungon pra Vllaznia jon, Qashif, mungon Vllaznia? Që nuk është dështim, është. Nuk mendoj se është dështim. Okej. Kalojmë te U19. Në javën e fundit u arritën këto rezultate. Kuksi Laçi 3-1, Akademia Brians 4-2, Porto Shkëndija Tiranës nuk është zhvilluar, Internacional Tirana 4-4 dhe Partizani Vllaznia 1-3. Ndërkohë, klasifikimi, renditja do të jetë e tillë mbas këtyre rezultateve. Vllaznia 65 pikë ka mbyllur kampionatin, Partizani e ndjek me 61, Tirana 56, Shkëndija Tiranës 38, Internacional 29, Akademia 28, Laçi 27, Kuksi 26, Brians 26 dhe ka mbyllur Porto me 24 pikë. Në play-off, sqarojmë do futen 2 skuadrat e para të grupit A me 2 skuadrat e para të grupit B. Formacioni Elvin Beqirit tashmë njeh kundërshtarin që do të luajë në 5 Elmës ditën e enjte, ku Vllaznia do luaj kundër Flamurtarit të Vlorës, ndërsa Partizani do luaj kundër Skënderbeut. Qashim, tani më bën një përmbledhje, pikërisht. Ka një ndeshje mrekullueshme, Vllaznia Partizani, me gjithë mungesat shumë të forta që kishte ekipi jonë, sepse 2 lojtarë kryesor ishin te Vllaznia B, Isufi ishte me Kartela, Hysena Ibram, djemt me përforcime nga U17 kanë zhvilluar një ndeshje të mrekullueshme, kanë kalu të partë në avantazh, pa barazu Partizani, ka bon Brahimi një gol të mrekullueshëm në gjyqjet e dënimit, edhe golin e tretë me penalti, ka pas tifozllëk, ka pas spektakël, ka pas autoritete sportive të kryqitetit praninshëm, edhe djemë tona kanë arru, kanë zanë vendin e parë në grupë. Shpresojmë që të fitojnë edhe titëllin. Më trego pak tani, më rrëthe pak pikërisht për formulën që bëri Federata Shqiptare e Futbollit, se fakt ky sezon filloi me një kalendar tjetër, u ndryshua në mes, tani është ky sistemi, grupi A, grupi B. A do ishte më mirë sipas jush të kishim një grup të madh, edhe skuadrat një, apo ndoshta për arsye financiare? Shërbim të cilësisë do të ishte shumë mirë ashtu, por ka ekzistu kështu, por arsyet janë thjesht financiare, sepse udhëtimet e gjata kushtojnë, për shembull nga Shkodra në Korçë, nga Shkodra në Vlorë kushtojnë, janë pothuajse të papërballueshme prej të ardhurave që sigurojnë akademitë. Edhe ata kanë gjetë një këtë formulë, është krejtësisht optimale, dhe gjithmonë nuk favorizohet asnjë skuadër, dalin më të mirat, kështu që më pëlqen kjo formulë, është krejt e mirë. Ndërkohë, Kërnaja kemi ndryshim edhe në kategorinë e parë, ku pikërisht në fazën e tretë, që sapo përfundoi
kishin përgjysmimin e pikëve, mendoj që kjo e dëmtoi apo e rivalizoi futbollin? Të shofësh në dy aspekte, më thënë, pjesën e play-outit dhe pjesën e play-offit. Në pjesën e play-offit, pjesën e lartë, më thënë, Kamza dhe Beslida, po të që në grupit A, i dëmtoi, sepse 3 ekipët e vendeve 3, 4 dhe 5 nuk ishin më objektiva, as Shiaku Erzenit, as Shankolli dhe as Burril nuk ishin objektiva. E sigurum bjetesën, edhe pasaj të luajmë për qef gjysma fjalisë. Ndërsa në pjesën play-outit, u bë ajo lufta vërtet, si në grupin A, si në grupin B. Mos harrojmë se në grupin A, ku bëtë pjesë Tërbuni ka mbyllur me 19 pikë, Kastrioti me 20, Iliria Fushkryes 20 dhe Besa me 20. Po ashtu edhe në grupin B, ku siç e thatë përmend kishte ra nga kategoria një emër i madh, siç është Elbasani, Sopoti me play-out nga Vllaznia B, Ngeli Turbina, do të thonë pjesën e poshtme ishte e fortë, ndërsa pjesën përpara, pjesën për promocionit ishte shumë e gabuar për mendimin tim. Tanë rregullat që vendosen përpara, ja aplikojnë disa shtetet e Europës, kështu që tanë skema që kanë funksionuar dhe nuk Ose i vetmi problem, më fal që ta shtoj, në grupin tonë është një njëjti ekip, 2 ekipe me të njëjtin president, siç ishte Iliria dhe Kastrioti. Bashkia Bashkia Kruj i ka të 2, unë për plasa. Burgaj, kjo formulë, mendon që e shtoi rivalitetin, e bëri më të bukur futbollin, apo u arrit puna për shembull që sot barazimi e nxori Kamzën, nesër u lut në Kamës me Beslidën, megjithëse u shtyp para javën e kaluar, apo është thjesht formal për të mbyllur kampionatin? Për mua është e dështuar. Okej. Meftia? Fituesat Komza i ikte një sezon komplet, fituesat Beslidhja, më fal, i ikte një sezon kret komplet Komzës, ka dhënë tonë të 3 foto ka dhënë në vend parë, fituesat Beslidhja i ikte titull. Mendoj se është e dur dhe e zgjuar nga ana federate sepse shtoi rivaliteti në fazën e tretë. Po gjithnjë jemi mësuar në fazën e tretë pazardhë që pa fund. Pikërisht Isufi, kam parasysh Dinamo në para kësaj viteve që doli kampione, që atëherë u zhduk Dinamo nuk ekziston fare, vetëm gëzohen sepse mbjetoi në kategorinë e parë, kur në fazën e tretë i humbi pothuajse gjitha ndeshjet dhe doli kampion. Më qenë mallin sikur doli Dinamo në vitin 2010 kampion, që ishte me 15 pikë përpara, i latana ndeshjet e tjerëve dhe Dinamo doli kampion. Pra kjo formulë, si tha Çinari, ishte mirë. Nuk ka përgjigje për një arsye. Se Kamza për shembull ishte Domethënë që i lojnë. Kamza për shembull ishte 7 pikë ose 8 pikë përpara Beslidhjes. Pse më arrit deri një kohë që merrte Beslidhja sa një fitore, e tonë mundi ty në Kamzësh, merrte Lezhë i fitore dhe u eliminote. Kishte problemi i Kamzës që doli barazim brenda me Shonkollin. Nuk ishte problemi i Lezhës. Kamza humbi pikë në fazën e tretë, Kamza humbi pikë. Barazim Shonkoll, barazim Kamzës, humbi 6 pikë. Në shkon luftë. Pas luhet me hujmër. Jo, në Kamës nuk ka luajtur me hunj, më në Kamës. Zot një drejtor, nuk luhet me hunje me albitra, me poshtërsina. Ballmas janë 2017 sot. Në qoftë se ka albitra që favorizu, është Kamza. Iku Laçi dikur kur lushim Laç, më falni për shprehje, edhe polici kena pa tu hedh pështymin, më falni për shprehje. Se të kemi parti nuk kemi parë ne. Kamza më Pa ke parti, po se kemi parë ne, mos e përgjithëso kështu. Kalojmë te ndeshjet e Uta Vllaznia që luajt në Durrës. Le të shikojmë yrjen, pikërisht regjia, ku Vllaznia luajti e filloi me shëritin e kapitenit Shtupina në një rol të ri të mbrojtësit, i cili dëmtoi mjaft me një lojtar me mjaft eksperiencë, filloi me një sistem 4-3-3, pikërisht me Selimaj i besuarin në portjarship, megjithëse ka psuar gola, ka pritur shumë raste, por Vllaznia është mundur edhe për këtë portier dhe akoma ne nuk kemi portierin që zëvendëson këtë. Nuk e di e ka ruajtur për Tiranë, po do t'i besoj prapë këtij. Kjo skuadër nuk ka penalizuar vetëm për Selimën, këtu është penalizuar në mënyrë skandaloze edhe për disa lojtarëve të veçantë. Por ajo që është e pafalshme, që nuk po mundem me ka përdi, është kartela marrën për kapitenit. Kjo do ta diskutojmë mas pak, do ta diskutojmë. Ndërkohë formacioni ishte menduar mirë nga anë e Cungut? Po, besoj në lojtarë që kishte në dispozicion, ndoshta Hebaj
për mu kishte kanë me lujt në formacion. Shtupina një për ati vendat. Nështë edhe nga që kam simpati për atë lojtar, po mendoj që ka një impuls më të madh sulmu skuadra kur ajo është në fushë. Endri, po më njoftuan pikërisht Epaj, sot masdite në Tiranë, ka marrë pikërisht talenti, së bashku me Bregun dhe me të tjerë. Është cilësuar një nga lojtarët më të mirë talent për këtij sezoni. Për lojtarin, përgëzime sinqerta e meriton, sepse është një vërtet një yll një ngjitje i futbollit shkodran. Atëre, Endri, për të filluar aty ku donte ta fillonte Qershifi pikërisht te kartonet e Shtupinit. Le të shikojmë në ekran një karton e mbajtur për ja ky është kartoni i parë nga Shtupina. Fillimi i pjesës 2 që mendoj se nuk ishte ekipin presion ose loja nuk ishte duke zhvilluar në atë ritme që... Në pjesë e parë ishte 0-0. Po ishte një 0-0 apatike nga të dy ekipet, do të themi. Shikoni, një hyrje mjaft e keqe. Është e verdhë, absolutisht është i verdhë. Prit, dhe shikojnë. Është absolutisht i Ky verdhë. ishte kartoni i parë i verdhë. Endri, vazhdojmë, ky është kartoni i parë i verdhë. Është edhe kjo është për 2 minuta, dyti. për 2 minuta 2 kartonat verdh, pa përgjegjshmëri mendoj nga një lojtar me eksperiencën që ka Shtupina dhe kapiteni i ekipit, që nuk i ka sjellje të tilla, duhet jemi sinqert, nuk ka sjellje agresive Shtupina me gjithë këto 10 vjet që shohim duke luajtur futboll. Po pse ta penalizojnë ekipin në këtë mënyrë, nuk e kuptoj, është kapiteni, lideri i ekipit, ai duhet t'japi zemrën në një situatë tillë. Po përgjegjshmëri totale mund ta cilësoj. Momenti ky është I merituar. që është karton i kuq, që do thot nuk luan as ndeshjen me Tirana. Në momentin me pik për këtë, mbaroi sezoni për Shtupin. Hoxha, si ma komenton pikërisht të 2 kartona për 120 sekonda? Po falsh, skandaloze. Po besueshme, 2 fala aty 30-40 metra larg portës, ose tjetrën gjysmë fushë, brenda 3 minutave. Një lojtar që letë është 10 vjetë, shumë keq. Shumë keq. Tu kanë edhe kapiten skuadra, si që tha zotni gazetari. Tu duhet më dhanë shembullin, edhe më dhanë kontributin, me mbledh skuadrën, në momentet më të vështira të historisë saj skuadrë, merr 2 kartela ashtu në mënyrën më të papërgjithshme që nuk mund ta imagjinoj. Se di se çka kanë ndodhur me të, sa në sportistat më korrekt edhe që në maksimumin fush, nuk ndoshta tensioni i momentit që ka lënë skuadra, kjo mund tjetë arsyeja. Burge? E pafalshme që tha zoti Qershifi. Kajfësisht e pafalshme. Nuk është pozicioni i tij me lujt mbrojtësi majt. Lutem. Në mënyrë me gjendë është As ka emergjent, pa emergjent, ka pas keme fut mërëjtës majt. Ka pas keme fut mërëjtës majt. Aja është dasht, si që ka rujt, lutem. Më falë, pse ta qetë lojtari 1 herë, 2 herë, ti mos u bazo ta në kampionatin. emergjente. Emergjent ke pas... Nuk ke pas e një mbrojtës të majtë të Ke pas molebon, të lutem, ke pas molebon me e fut katë majtë. Si që ke, lutem, si që... Më falë pak, zëdi, ama parë kishe pas. Po sikur t'ishim 3 ditë për parën, po të pështy, më falë bira. Ma parë do t'kishe rujt ti, po t'ishe në vend cungut Shtupinën për Tiranën, apo kishe rujt mbrojtësin Vrapi, si ashtë Tiranës, po të pështy. është problem tjetër. është problem teknik. Po të pra mbrojtës majta. Mendoj kisha luajtur me Vrapin, do kisha mbrojtur Vrapin. Ti? Po. Falim nërës. Nëjse, po kjo për është, më falë, po kjo është për ajo, më falë, drejt, kjo është ajo për. Ndërhyrjet ishin, domethënë, nuk ka se arbitri ndikoi. Turistnia ti. Me kartel të kuqe Shtupina, por Shtupina bën 2 ndërhyrje që nuk u duhet të mi bëj lojtarë që letë është 10 vetë në Superligën shqiptare. Dhe është momenti që Vllaznia në këtë ndeshje delikate, pikërisht më saj, pastaj u rraf vjen ai goli i Prognit, do diskutojmë bashkë, pikërisht mas pak do të kemi dhe golin, kur Teuta duke qenë një lojtar më pak, një lojtar më shumë sulmoi më shumë. Por nganjëherë ndodh e kundërta Miftia, që me një lojtar më pak, rasti Skënderbeut në Kukës, ekipi luan më mirë, kërkon më tepër intensitet, por ne nuk pam një Vllazni kaq të grumbulluar për të kompensuar Shtupinën.
Më është të mos karton ku që ekip është thori fije, dhe me thonë fillunin, nuk ka se lanin, ti që me të thonë, dhe me thonë, se po është edhe meshin e Skënderbeu, si ata me 10 lujtarë, sikur nuk ishte dole si lujtarë me të kuqe. Skënderbeu, këtë gjë nuk e po është e Vllaznia. Ja, nuk pa thamë që kam... Pak fat nuk paten, adin e paten një rast, adin... Ja, nuk pa thamë që ka ma shumë Skënderbeu të cilësi, po sikur ke gjë nuk nullit e Vllaznia, sikur të Skënderbeu. Problemi është se Vllaznia doli lojtarë më të mirë. Normal. Dhe nuk e suportojnë do të ato të tjerë. Që është e vërteta, këtë kampionat nuk e kena mujtë asë njerë. Ne kemi mujtë një me zërë, rapi gol godit e dënimi. Është të rusi. Ma shumë, Durçi, na hekrit, na hanë. Durçi gjithmonë nga ka ardhë hakut që Shkodër si... Ka da koqi në... Inauguru stadionin... Edhe ne në 2012 në hoqëm titull. Presidentin zgjahtar. Presidentin e ka zgjahtar. Kush e njeh? Hasan Bellion, aja është skifter. Dhe kujt ta din. Losin futbollistat po. A ditë kur e kanë mujt në 1-0 këtu për Kupën e Republikës, ka ik tan ignorancë iku u çu prej aty. Shif në Durrës, edhe Durrës faktikisht Vllaznia hupi. Skifter. Se hupi, kush e Na për Albit, kush e pati fal. Urna? A ke pa neshin? Ape shfa penaltie skandaloze, dhe arbitri. Po, dakord. Nga kush një presioni? Po mirë. Prej 75, presidentit. Se ta një fut mu dy sërmusa vetë se fut dy me sushur mi ba blok. Unë thash për presidentin. Ta shti për t'him ashtu nuk kena dhe nge me diskutu, se diskutu më gëtë ndëq. Po, nuk kena nge. Një që kuptove, Burgaj, le kalojmë të rasti dhe të goli i fitores i vetmi gol që të Utës i dha 3 pikësh dhe futi në krizë Vllaznin. Ky është momenti i parë, kur pikërisht shpëtohet dhe pastaj goditet dhe topi përfundon në rjetë gjatë 2 aksioneve të një pasnjëshme. Ky është momenti i golit, kur mes 3 lojtarëve. Tjahtas dhe Selima bën përqapje për të. Merit. Super Baggio, du të me thonë. Normal, tëre mbrojtësa aty dhe mos ta zgjasin dikush. Nuk jemi tek studiot e Tiranës që flasin gjithë dhe nuk na dëgjojnë. Mund të flasin respekt për njëri tjetrin. Për mendimin tëm, kjo ishte një lëvizje eksperte e lojtarit Progni. Nuk e besoj se mund të ishte edhe i faj i lojtarit që ai normal që deshti me mush, por aty edhe mund ta rekuperohet një lojtar tjetër. Pa, është vërtet që e ka largu, pa ishin 3 lojtarë kur e kanë sulmu. Është e vërtet e apo jo? Se topi nuk lahet në 16. Ja ka dhënë asis. Burgaj? Lutem, mu më bëne pyetjen. Edhe deshta me zgjat, vetëm qofti gjysmë minutit. Venere ku janë 3 lojtarë, tash a janë mbrojtësa, janë portiera, janë albitra, Venere, midis 3 lojtarëve, për mend se ishte perfekte gjujtja, zoti Pirro. Por, shumë nuk e zgjati dikush kamen, se po bëj skeç, që nuk më shë publiku. Nuk e zgjati dikush kamen aty. Jo se e kanë lanë. Po që janë të rujtë, mu janë të mbrojtë. Në falë, të remër burë, që ty. Venere, lutem. E lamat gabimin e mbrojtësit atje, ajo i nodhë kujtu, ajo mund të bata, lutem, ajo mund të bata autogol, nuk ka rëndësi. Ta ma shta jo. Por unë e kam këtu tash. Po mirë mund, s'ka rëndësi e punë, iku. A më bata autogol, kanë bëha lemet letarë, bëtërë. Venere, tu është gabim, kjo është gabim, unë e shqyr gabim. Ka dhënë mes 3 lojtarëve, një kështu na ka bë, të lutem, një kështu na ka bë për Kupën e Republikës, po ky lojtar. Kush e ka pa neshin për Kupën e Republikës? Pra ta, ashtu. Kam qenë në stadium dhe kam pa me vëmendje më të madhe. Është çfarë më thon unë. Burgaj, ti e shikon tani aty në karike, në qetësi, në kushte të një studio moderne. Drejt. Dhe me sa shoh unë ti duhet kesh nevojë të marrësh një ekip, se ke kaq një uri. Jo. Dhe duhet marrësh një ekip dhe pastaj ne do diskutojmë në studio si e bëri Burgaj, se kollaj të flasim në studio. Jo Chelsea, jo Mourinho, jo gjëra. Nuk ka mundësi si tuti me e bëunë. Jo ndoshta mund ta bësh se ti shikon. Ky është një moment goli që vitet si presionit e Utës ndaj një Vllaznie që mendonte të merrte 1 pikë në atë karike, ka qenë një ciklist djaliri
që tha në 4 takime një gisht, inshallah i del ati djalit ndeshja me Tiranën 1 pikë dhe Vllaznia do mbjetoj. E tha i djaloshi, që bën ciklizëm, e karjeku jeti, e tha para 4 javësh, jo tani. Por, si mendon Burgaj, që Vllaznia do merrte këtë pikë në Durrës, me kartona, pa kartona, lujti mirë, a lujti keq, sepse 1 pikë ishte mbijetesë. Tani, Vllaznia është fut në kolaps. Unë do t'i lutem Zotit që Vllaznia të marrin 3 pikë me Tiranën. Po kthejmë të Tirana tash, jo të Durrësi, se e kthyme kryt mrapa në boll. Tash po ecim përpara. Italian thonë tiriamo avanti. Dakord? Tashti, unë do t'i lutem Zotit si tifoz dhe si njeri, jo se unë shkoj në kishën xhami dhe e njeku, por një Zot kanë në hava. Do t'i lutem Zotit, thash ditë natë, që Vllaznia inshallah do një madhi Zot dhe marrin 3 pikë, jo 1 pikë. Okej, e kuptova, shumë mirë. Endri, Zoti është dhe për Tiranën, që i lutet ashtu si lutet Burgaj, tani fillojmë javën tjetër, fillojmë Unë di vetëm një lutje. I lutet Zotit dhe Zoti do t'i zgjidhi për Tiranën, për Vllaznin? Unë di vetëm një lutje. I lutem tifozave të mbushin stadiumin. Nuk i lutem as lojtarëve sepse ata kanë detyrë të fitojnë, të nderojnë fanelen që kanë veshur dhe të nderojnë veten e tyre, se nëse nuk duan të mbesin në histori për keq, dhe shumë keq, i lutem vetëm tifozave. As Zotit, as lojtarëve, as trajnerit, as drejtuesave. Vetëm tifozave i lutem, i bëj thirrje shpirtënore të mbushin stadiumin atë ditë. Sepse Vllaznia sot ka nevojë më shumë se kurrë. Patjetër. Zoti Hoxha. Në momentet më të vështirë jo kena mbështet. Unë kisha dëshirë, mos mi të lojtojnë, të lojtarët e mëdhenj, legjenda si Bizi, Ragami, Dani e tjerë, paninojë tanë. Të mbledhen na, ta tregojnë veten, ta nderojnë Shkodrën, që të pështojnë nga kjo situatë. 1 pikë na duhet. Ti thu 3 gimi, unë 1 du. Nëse do të luftoj për 1 pikë, unë ja kam frikën shumë. Sepse për 1 pikë luftuam edhe në Durrës. Edhe në Laç. Durrësi do të fitoria se zbani. Durrësi mos fitohet, Durrësi di fishek ka duhet ditë pa lut neshën e Laçin. O gjatë të ndalemi pak të një moment që duhet kuptuar mirë, se nga njerë dashje për dashje ne ngatrojmë Zotin, nga dashje për dashje ngatrojmë atë besimin e madh që e ka njeriu në zemër. Edhe në arenën botërore kemi parë në ekran futbollistë që bëjnë kryqin, bëjnë kryqin me dorë, puthin kryqin. Kemi parë dhe të Vllaznias, po them emra, bëjnë golin, i luten Zotit e tjera. Si duhet kuptuar ky moment? Burgaj për shembull në Pashkë është besimtar i madh, edhe ditën e diela i fillon besimi deri te kur fillojnë zgjedhjet, sa atëherë mbaron Ramazani, është besimi i tij, respektojmë e tjera. Aq më tepër në Shkodër janë të dyja besimet në një, që ndodh rrallë ke shqiptarit. Duhet kuptuar nga një mënyrë mekanike, për shembull këto thjerë që tha Burgaj tani, të lutem Zotit dhe Zoti do e dëgjojë dhe do marrë pikën Vllazni. Sporti është një diçka që njall emocione aq të mëdha sa që njeriu i lidh gjanat mrin e lidh gjanat deri te Zoti kur është në momente të vështira ose në momente shumë të bukura i falenderohet Zotit. Në momente të vështira i lutet Zotit. Kjo nuk është një gjë e keqe, atë është një mushje psikologjike që noll të sportistat, që noll të njeriu në jetë, po noll të sportistat në rastin e futbollit. Dhe më vjen mirë domethënë që ata lojtarë që e përjetojnë kështu, ata nuk kanë si mos më dhanë maksimumin. Unë besoj që këta lojtarë që e përjetojnë në këtë mënyrë janë lojtarë të vërtet që napin maksimumin fush. Mos ndoshta u ledhatuan pak Vllaznia nga Bashkia, është dhënë një buxhet gati mbi 1 miliard lek e të tjera e tjera. Nga njerë Zoti nuk shpërblen materialin, por shpërblen shpirtin. Ndoshta ka munges shpirti edhe të Vllaznia, edhe të Kuksi, edhe të Skënderbeu, edhe të Tirana. Po mungon shpirti. Të Vllaznia mungon shpirti, aja që është e vërteta. Unë nuk besoj që stafi është nivele profesionale. Armando është një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri, nuk mund ta mohojmë. Këto lojtarët më të drejtën, edhe këto, po thamë, vrapi këto që i kena marrë, këto cicmile këta, megjithatë ata pikpyetjet që janë hedhur me këto lojtarë të huaj në lidhje me disa ndeshje,
nuk është gjë mirë. Allon dyshoj, allon kam pikpyetjet e mia për disa ndeshje këto që kanë ndodhur, disa gola fatal ose disa veprime skandaloze që kanë ndiku se po shohim jena për një pikë, kupton, nëse ti një ndeshje ke çu dëm, ke çu 3 pikë ekipit, ata 3 pikë sot mund ta kishin ekipin në Kupën e Evropës. Domethënë, unë i bëj thirrje drejtuesve që të shpresu që Vllaznia ka më kanë skuadrën në ligën superiore vitin tjetër, duhet të maten përpara se të ndërtojnë ekipin. Të binë aty djemë të mirë, korrekt, ndoshta me nivel cilësor edhe më të ulët se këta që janë sot, po që për ta fanela Vllaznis peshon ramë dhe të jenë lojtarë që napin maksimumin, që të lozin me zemër, sepse unë e justifikoj mungesën e tifozave në stadium vetëm me këtë arsye. Tifozat kanë instiktin e vetë, në qoftë se ata nuk janë bindur që skuadra let me zemër, ato nuk të njekun. Nëse bindën që skuadra let me zemër, pavarësisht se çfarë rezultatesh merr, ato mushin stadiumin. Të bëra një pyetje, për shembull, ndikon shumë të komunikosh me Zotin për një gol, për një pikë, se një pikë i duhet Vllaznis dhe Zoti ta jep këtë pikën, se kërkon ti, e kërkon Burgaj, e kërkon dhe Tirana. Zoti nuk nep gjana nëse ti lutesh një herë, nëse ke ndërtu filozofinë e jetës tënde në lutje. Se mund të ndodhi që ne ta shajmë Zotin kur ne humbasim? Fiks, kjo është. Kështu që mos ta përzijmë Zotin me këtë. Por nuk do ta mbyllnim dot telekronikën, pikërisht me një rast të Vllaznis 10 minuta para se të përfundonte takimi, kur kemi rastin e Kalas të Ejba dhe Çinarit. E ndjegim pikërisht formacioni i bardhë synonte porta, aty shikoni, një rast ideal për të barazuar dhe Vllaznia ishte e privilegjuara në fazën përmbyllëse të këtij sezoni. Endri, mungoj pak fati? Mungoj pak fati në këtë moment. Mund të them se mungoj pak fati. Pas kisha dhe një koordinim, që Çinari gati, që Çinari ul aty, do shta dhe terreni ka ndikuar në atë devijim topit, jo si duhet. duhet. Dha mirë në krahun e majtë, Kalaja qëndron dhe na u duk si gol. Por unë bet, ky rast... Ashtu. Për Hebajt, në momentin se shife Çinari kur anal, në fond se komendu se ishte dueli portierit me është një nga aksionet që ne zgjodhëm. Ka kanë pak i fortë. Gjys gjuajtje. Dhe ky është momenti, Burgaj, e dio që po më shikon, po do të pi mirë këtë ujtin, do thoshe Shkodran dhe pikërisht Maniva nga Vertigo SHPK, provoni njerë se mund t'ju selli fat. Ata do thojnë drejt Malizi, do uj nga Malizi, do Vicungu, ditën e shtunë në stadium, ne gjithë për i lutemi Zotit, një pikë, e tjera, por reklamën dhe pastaj do kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, edhe një me mesazh, se sot Burga ka ardhur me vetëm me mesazhe i Sufi. Publicitet. Dhe kthehemi në pjesën e tretë të fundit duke filluar me mesazhin që Burga bëri gati, bëri pak zhurmë, ju e dëgjuat dhe nxori një panel të Vllaznisë së sotme, nuk është ajo panela, Burga tregoi pak kamerës mirë, kape pak. Cili është ky mesazh, numri 14, kush është? Lidhe ka kush është e kush është, unë kam tutës, kush është? Atëre Burga, pa unë bërko. Do më të thonë të shkush janë tanë rrësh me numrin 14? Jo, numri 14, më tregoj dhe mesazhin që do të përcjellshë, pa qëllim ti e more këtë në studio. Vllaznia lozin për fanelen. Kjo fanela Maran që ka rrezik bota. Bota e madhe, po për ne Shkodran kjo është fanela Maran. Okej. Një, dhe e dyta. Një kërkesë stafit bashkë me Armando Cungun. Është momenti më shumë për psikologji, thom unë për i vedit, se sa për sterivitje. Psikologjia është gjëja më e madhe për Vllaznin këto momente. S'ka nga e madhe për sterivitje. Që ko këna djalin, jo se s'do të bëjnë sterivitje, por psikologji. Sikur të merresh tani një të Tiranës, do nxirrte fanellën e Tiranës, se edhe Tirana luan për fanellën e shenjtë të Tiranës. Vllaznia luan për fanellën e shenjtë të Vllaznisë. Ndërsa Trimëria
epilogu është aty në fushë të shtunën. Fanelat duke si ku ju ka humbur kuptimi gjatë këtyre viteve, po jo me të vërtet janë dy fanelat më të rëndësishme dhe më historike të kampionatit shqiptar. Jo, do thonë, ka rënë Dinamo, ka rënë Partizani, por nuk krahasohen me Vllaznin, Dinamo dhe Partizani, sepse ishin ekipet e stisura. Vllaznia është ekip origjinal, jo, nuk i ka marrë as kujt, asnjëherë borxh. Gjithmonë ka qenë e vetja pronë e vetes vet. Hoxha ka një dilemë, unë e kam jetuar edhe këto ditë, pikërisht rasti Bakaj, që vjen nga Fanella e Partizanit, kaloi te Fanella e Tiranës, dhe pun orësh a i mbritit e Vllaznia, se do ishte me Fanellën. Imagjino sa vështirë ka Bakaj, si kur tumi një gol, që u metë, se futbolist është, për e do i thonë gjithë, e shiten, eshjen, tje me Tiranën, imagjino e Cungu do i thonë, burka do ngrihet i pari, do Lorin dhe të tjera. Imagjino se kur a i të bë gol do ngrihet tifozat e Tiranës, haram qof Fanella, ne nuk marim, si shpikon të, po që për punë Fanellash. Fanella ndrohet dhe Fanella respekton nga i qevesh. Të rinë stërmat ja lirojnë vendin Heps. Asnjë Tiranës tan Shkodan të Endri janë që ka të krasimin, ne kalim një ekstrem. Zoti Pirro, vetëm një Alimema nuk e ka ba këtë punë. Sot është marketing, sot është pare. Ai lët Bakaj, unë kam besim shumë të Bakaj se mund bajnë edhe gol Tiranës. Harroje këtë. Unë e kam buë Fanelën se e kam zemër, e kam shpirt. Nesë në intereson as Fanella Tiranës, as e Elbasanit, as e Korës. Letë bimë të me Fanella, valë, ti nuk lu me anën. Lu me Fanellën e Tiranës që është respektume. Miftia? Unë që thati mund dalin, dhe me thënë, me mund të hupin njërës të edhe mund të nollin. Dhe me thënë, aja është, dhe me thënë, aji një dalin siklet, se po të shinoj Tiranës, dhe të bëhet traftari Tiranës. Po mos ta bëjnë golin për ne do të çojnë ata me ashtu, ai është një dilemë. Pastaj do i thonë. Më fal. Endri, pastaj do i thonë Cungut, se futën Bakaj. Kam besim tek profesionalizmi i gjithë lojtarëve. Qofshin ata Tiranas, Elbasanas, Beratas, Shkodan, Kosovar, Malazes, gjithë çfarë të jenë, kam besim të profesionalizmit e seriozitetit. Po Bakaj ka treguar që e respekto Fanellën që luan. Ka dalë nga Akademia e Partizanit, ka luajtur 18 vjeç në Partizanit dhe ka dalë kampion herën e parë me Dinamon, duke i shënuar edhe gol. Po ashtu, kaloi ke Partizani, po rikthy prap, kaloi tek Tirana, i bëri përsëri gol, u bë idhull, është djalë që respekton shumë Fanellën. Por këtë sezon e filloi te Tirana. Për shkaqe burokratike për kundërshtar të Vllaznisë. Te Tirana ishte shansi, siç e thotë gazetari, shansi Vllaznisë, sepse Tirana nuk bënte dot lëvizje merkato, u bllokua UEFA, nuk bënte dot edhe Vllaznia, po dhe besoj. Po, besoj që Vllaznia ka dhënë shumë krahasim ka dhënë shumë krahasim me lojtarët e tjerë që ka përpara Vllaznia. Ai sa kam pa, ka dhënë më shumë pikë se atje. Kur ka nënshkruar kontratën, edhe një herë për seri. Kam qef të ta dishë edhe një herë se ti je Tiranas. Jeton Tiranë, lutem pak. Unë jam me origjinë Shkodran, vazhdo tani. Jam më Shkodran se Shkodranët. Atëherë shumë mirë. Se nuk është shkon ti të kesh lindur në Shkodër, po të kesh zëmrën. Po drejt më rregull. M'fal. Vazhdo tani, kjo ta dish. Nuk i drejtohesh Tiranës, si po i drejtohesh Shkodranit. E kam problemin këtu. Ta sqarova më përpara. Një Alimem e ka thënë këtë. Me Tiranën mos më futni. More edhe me Izraelin futni e los futbol dhe do të shënoj gol sa po të ke mundësi. Një kjo, edhe Bakaj ka nënshkruar kontratë. Kur ka nënshkruar kontratë, nuk e di na si tifoza, ose si drejtuese se i ka thënë kuj, mos më futni me Tiranën se unë nuk los. Prandaj, unë ma besim kam te Bakaj si super profesionalist, se do të shënojnë punën e Tiranës. E të Endrit, ju se ke njohur korën e Alimemës. Alimema akoma është gjallë, ka luajtur me Vllaznin. Nga ana profesionale, ai ka gabuar. Sepse ai luajti, po ai di pse luajti, se unë e di më mirë të historinë. I tha trajnerit aman dhe mundonte të mos gjuante dhe thoshte o zot, inshallah nuk funte, dhe mbas pjesës dytë ai nuk luajti. Në pak një profesionist luan, edhe Alimema duhet luante, nuk ishte se ishte patriot, se donte Vllaznin. S'ka kanë profesionalizëm. Jo, ai ishte 6 muaj ushtar këtu dhe luajti me Vllaznin. Ka ikur kjo koha e nacionalizmit atërshëm. Endri sot, si e shikon? Absolutisht që Bakaj duhet jap maksimumin. Duhet profesionalizëm total, nuk ka
jo kam qenë i Tiranës, jo i Partizan, jo i Dinamus, me atë fanellë që luajnë, me atë do shënosh. Kemi shembullin perfekt. Me futbollist profesionist se Zlatan Ibrahimović nuk mendoj se do gjesh kush. Shënoj me fanelën e Juve, shënoj me fanelën e Interit, shënoj me fanelën e Milanit. Duke festuar me të tre ekipet. Tre ekipet që luajnë ekipet e tjera që kanë shënuar. Që kanë shënuar vazhdimisht dhe kanë festuar madje. Dhe ata nuk shënon likat shtunë. Atëherë shikoj me këtë logjikë 10 milion euro në vit Ibrahimović. Nuk po bëjmë krahasime ekonomike dhe financiare. Po bëjmë krahasime me profesionalizmin. Vot besimin e ka të patunën në bakë. Ju më thoni se baka i shitet. Po pra. Thoni se baka i shitet. Thoni se baka i shitet me sa është e vërtet. Aja është Sot ai ka për detyrë të shërbejë vazhdimisht. Të shërbejë Shkodrës. Profesionalisti i vërtet. Dhe Bagaj kam besim, lutem, Bagaj kam besim që do të shënojnë gol. Unë, si tifoz, vetëm Shkodan. Shkodan ta zjarë. Unë nuk i thonë gjëra psikologjike dhe fizike të tij. Ai do jetë shprehur brenda klubit. Ne po thojmë limet tona, atë Një neshja Bagër është neshja ma hallë që ka pasë njëtën e vetë. Po ky diskutim mund vjen për vrapin. Pse morën? Po do për vrapin. Pse kanë arrit vrapja atje? Me vallën fush. Dhe Gilmani ka Gilmani ka arbile na ka marrë vjet mos gabohem, pa par vjet. Me flamurtor. Gilmani ka mos të luaj sot. Ja, m'fal, ka ardhe na ka marrë një penalti, m'fal, tash unë kam miq edhe shokë edhe teatrin e atë të gjithë. Na ka vjell një penalti në Shkodër, e dim tan, të gjithë. Edhe është profesionalizëm. Krimi nga Shkodan nuk ka bë gola kundër Vllaznisë. Përveç Lutfi Bosh. Lutfi Basha, unë e mendoj. Pasha, edhe përpunon Gjinokastër. Kur kanë Partizanin, E di mirë shumë. 3-0 për Partizanin pjesa parë. 3-3 pjesë dytë. 3-3 Lutfi Basha dhe e hekën e çunën Gjinokastër. Aja kanë Për Gjinokastër 2 muaj arrin Shkodër. Dhe në mbyllje të diskutimit të debatit, i cili vazhdon më tepër se mendimet janë edhe nostalgjike, është ky brez i nostalgjikëve. Miftia, brezi Endrit është brezi i ri, ashtu si është brezi i Kërnas, pikërisht për Ajdutlikun në mes të ditës Burga, po filloj me ty, një arbitër nga më të mirët e boldi në mes të Kuksit, sezonin. Një informacionit është se vjen nga redaksia Star Plus, sot që Bakaj nuk është në gjendje psikologjike të luajë kundër Tiranës. Okej, ky është lajmi i fundit. S'ka nevojë. Celular nuk na interesojnë, celular nuk na interesojnë ti mirë bane. Është shprehur për Ti mirë bane. Ai do të lozin, unë kam mendimin tënd pa tunun. Ai do të lozin. Nuk e kam informacion. Ja. Po ne jemi në kohë lajm rënd, Menimi jam. Mbyllim të çështjen, Maroj. E mbyllim, të lutem. Menimi jam. Atëre, Burga po filloja me ty. Falenderoj Endri. Ky është Star Plusi. Star Plus për Që punojmë televizion me Star Plus tjere. bojnë. Për, në mes të ditës, Enea Jorgji vodhi kampionatin në Kukës. Vodhi kampionatin. Po. Dhe një qytetar i jashtëzakonshëm, po ta shoh në dy prizëm dhe kërkoj mendimin e gjithë secilit, Salihi, grisi kartonin e kuq nuk ka ndodhur asnjëherë. Kartonin e kuq e hodhi kështu, sa sot njëri tha pa i doli jashtë, ai luajti Endri, bashkë ishim etj. Dhe pastaj fillun gabimet njerëzore të një arbitri që përballoi një finale, ai sa Kuksi kaloi në vallën kuksiane me qeleshe, por nuk ishte me shpirt. Ai arbitër, të dalimi tek kartoni i kuq i Salit, domethënë e kuqa që e grisi. Po. Si e komenton ti Burga? As Shkodran ai. A po grisi kartonin e As kuq? Shkodran. As Shkodran. Edhe i lumt. Hallall shumë si në Kaq marrë. Miftia? Nuk më duket diçka normale për Hamdi Salin, si është një lojtar i qera, një legjend, si me thënë për ne, me bëhat gjë stil. Gjëse se aja është ndoshta edhe nerva sipër. Jo, më fal, Burga, pa komente. O, po mi më mirë. O, Burga, të lutem, o, Burga, s'ka tani me treku emisionin tani këtu. Më thënë, s'ka të lutem, të mendimin. Se më thënë nostalgjik. Ai ishte gjesti i bukur i Zidanit. Vazhdo. Ishte gjesti i bukur. Të lutem, mos bëj debat. Po nuk është debat për debat, këtu tani të lutem. Po, Endri? U marr shembull Zidane, por ai u ndëshkua. Mori kartonin kuq, u largua nga fusha lojës. Salihi grisi kartonin, nuk e di hyri sërish në lojë. Ai duhet dëshkoj me karton kuq. Jo kartoni kuq. Dënim pas ndeshjes. Dënim i rëndë. E para.
Nërsa për neshjen, në qovë se Sali ka marrë kartet të kuq, a rikëthuja gabim teknik që duhet mu përsërit neshja. Nuk ka marrë. Nuk ka marrë karton të kuq. Dhe shko gris dhe shko Osmani, nuk ka kartet kuqe tjetër, lutem, sa për Jo, me jam moj gjyshtaj tatët, jam moj gjyshtaj tatët. Gabimi, Albini ishte më jonë. Tetra Albini ka kartelet. Albini faqe dhe Burga ta bëjnë ndryshe pyetje, se shumë ata entuziastë, më falë, mos haro dhe kur shkon në shtëpi të ujtin. Maniva, vertigo, shëpëtët dhe qëtëson. Mos pi shumë se Jo, mos ne bëndon. pime me racion e tjera, po të e bëjmë ndryshe. E kalojmë si në Shqiponjë, që u bërë gjithë botërore në Sërbi. Në Sërbi, që raj droni, druri e tjera. I bën hero, se je shkodran të ti, Sali. Dhe mori, që kështë, po pra tani po të pysë ndryshe, tani, që Shqipi tha, gjesti dënohet. Logikisht, tani del pyetja, pse e bëri ky këtë? Doli si Shqiponja e Shqipërisë në Serbi, i lumt, ja futi federatës, e shomi shtetin, e të tjera. Si shikon ti në këtë version? Lutem, më pyete për në Serbi. Jo, po të pyes për këtë e krasova, Sali, Shkodran, ja bëri mirë që odhi kartonin, dhe ne tani të mësojmë në çdo ndeshje, të edhim kartona, të mos lyjmë ndeshjen, ta lëmë ndeshjen, si shikon? Jo të gjithë lojtarët ju punon në atë moment ai nerv. Sepse ngacmimet ka pas edhe gentilia i Italisë dikur. Se më thu nostalgjik mu. Të lutem, më thu nostalgjik. Po them Sali, Po pra, nuk pa dhollë atër. O zotni, aja zha ka nollë. Ti thu pse nolli, nolli pra? Më nolli pra. Do dënohet më burr. Po le dënohet, po punë e madhe. Se do ti. Po pse si kujtove? Do ti. Qa me i ba? A bani pa bame? Është e kohë që ta bëj pyetjen. Bani pa bame? Kishte bën një status sot ai Kushta, Sokol Kushta, i shlojtari flamurdarit, shumë simpatik. Ai statusi. Thote, o Gjici, si nuk u fute në fushën Real Viderin, ti se ta prishi festën. Ç'është tjetër, për rastin këtë. Ka që flagrante ka kanë hilja, so që edhe festën ju ka prish aty. Zëtnis që nuk ka një gjë normale me shky kartonin. Ja, sa është normale. Ai pse Shkodran, nuk ka lidhje me Shkodran. Ka lidhje me Shkodran. Nuk ka lidhje. Të tilla gabime zakonisht. Përgjigje e ktheva, i fije dhe pak se mu ma përpara në Pirro jam tha je nostalgjik tha. Normal. Se nuk e kena lanë qy, se kena leje dhe deri sot desim, po nuk ka punë nostalgjiku, nëna tifoza ta pësënum, nuk ka punë nostalgjik. Për Shkodrën, Po për Shkodrën pra? nuk është ofendim, është kompliment. Njëtë arbitër ne Joqi, ma nëndë shumë i kurbese që në Superligë ka bërë edhe përsërit njëtët gabim, si që bërë me Salin, që pavarësisht që shikon futboll shqiptar u do të me dalë me të kuqe pas veprimit, ka bërë një penalti, ka bërë penalti Besa Kavajës, e ka realizu Sefa, edhe zotëria ka thënë për faul. Edhe Kuksi ka meritu kampionatin. Kjo është tjetër. Kjo është Si tjetër. humje s'ka ba. Mas ja ulim Kuksit. E ka meritu shumë. Ta merrte me meritse. Atëherë ne do bëjmë formulën. Asnjë hupje nuk ka bë, por ta merrte me meritse dhe ishte finale. Isufi, Jam arbitër. të bëj një pyetje. Pse s'ka bërë një humbje? Pse s'ka bërë një humbje Kuksi dhe për këtë federata harroi arbitrat, ore më falë, mund të harrote edhe atë shkumsin, mund të harrote edhe kartonat, ja mori kartoni Sali, nuk e imagjinoj federata, dhe duhet për hir që Kuksi s'ka bërë një humbje, duhet patjetër të fitonte me Skënderbeu? Është edhe Korça me Tiranin i hangë penalti. Po lene më tani u më thënë ta, të nuk tutë edhe se kjo pra kërë edhe tani, pyetja është konkrete, për hir se s'ka humbur që e meritonte dhe duhet t'ja dhuronte federata, e pa gjithë bota. Dhe nuk i tham njeri neshi hajtut është, këti tjetër. po mos të arrojmë se i ka bët ta neshit mira. Këtë për neshi ka null, i ka null. I ka neshi ka gabim të akord. Jo pres festa. Gilman Liga na vodhi një penalti, tha ky e marrë në burga. Ky e vodhi arbitri në mes të ditës. Ti e mendon? Gabim? Gabim, gjithë e punë. Në mbyllje pikërisht e ka zënë frika shumë, Vllaznin, edhe Burgun e ka zënë frika. Kuptimin e mirë dhe sot është gati të bëjë gjithçka, ashtu si Hoxha, ashtu si Shkodrani i mirë. Sa ne nuk i besojmë arbitrave shqiptar, po do bijem nga shiu në breshër dhe është kërkuar, Endri, që në këtë takim të arbitroj një arbitër i huaj. Të kërkoj duart Gjici, kur Partizani kërkoj arbitrin e huaj, e izolun, e bën, dhe ku shumbi? Partizani. Po sikur arbitri huaj Burgaj që do vi për një moment, dhe Vllaznia të mundet
Çfarë do themi ne, shkodranët që e duan vllaznin? Ama mirë me humbë të huja me këta hajdutët. Lutem pak, një minut, a mba në pyjtë e mërzëni. Unë po të të përgjigjen teme. Ama mirë me humbë këta, unë adim të se kush është hajdut tu. Se ne i shujmë për dit. A pa edhe njëshën sot me lezhen. Një skandal në kamës. Dhe po i këthejmë dhe herë Isufit. Atë që i tencionum ka kene albitrin kuks. Dhe atë që i poshtën ka kene sa që me zitë shka prit për plasin me dhanë kusjen ati mërëtësit funit edhe penaltijet qa nuk dha qa zbani. Dhe gjak gabim ishte, po unë me ullë vlerat kuks. Kete pruat e Si kampionat, ka meritu kampionatin. Burga! I këtë du medalën, jetë të neshja. Erdhe në studio dhe do mendohesh mirë kur t'vjen në studio, ta them te. Pyetja ishte, në qoftë se, jo s'tash me zorë, me dëshirë. Emi në minutat e fund, nuk fillojmë episodin nga e para. Arbitri huaj të shtunën, humbet vllaznia, çfarë do thosh? Nga mirë që të humbi me të huaj? Humbet vllaznia. Po, me arbitër të huaj. Po ma mirë me një si se njojmë, se sa një hajdut marrë me na majtë në Shkodër më. Se ka me na irritu. Agim Burgaj për mendimet tuaja që janë vetëm tuajat dhe i mbajti tuajat dhe falenderoj që ishte drejt për drejt me ne. Oltion Kërnaja, si shikon këtë arbitri huaj për vllaznia Tirana? Do të jenë 5 shqiptarë më të mirë. Të huajt nuk vi play ajda. Ne pam ishte Sloven, mund të kishte arbitru në Sloveni, 3 neshe në Superligën Slovene, erdhi majti Partizani, Skënderbeu, edhe pam çfarë bëri. Falenderoj Kërnaj që ishte drejt për drejt me ne. Miftia? Unë thëmë që kushtë cili dhe albirët vinë që vllaznia do të fitojnë qëtunë. Falenderoj Miftia. Faleminderit. Dhe do kemi atë pasaj dilemën që ose vllaznia fiton, ju jeni të qetë, se jeni kategori të parë. Pastaj, ajo tema që odhje Endri, që ja vlen do shtë diskutohet, kush do jetë vllaznia reale, e tjera. Po? Isufi? Albitër prendimor. Mos jetë albitër Ballkanës. Ka Malta, ka Qipër, nga ta. Na vinë nga Italia, Gjermania, Anglia, vetëm aman. Po mirë. Që t'jenë albitët pak problemin tunë. Po pse nuk e marri Meksikan, Argentina? Ja, janë lek. Nga Honoluluja. S'kena lek me pagu, a lek shumë. Endri, falenderoj Isufi që ishe me ne. Falenderoj dhe vesh. E gjykon Gianluca Rocchi, si është arbitrat më të mirë në çakollim në Europë, atëherë jam dakord. Qose jo, arbitra që janë arbitra që janë niveli si mund ta përballash ti një arbitër që merr miliona euro? Lutem, sa buxheti Skënderbeut? Si mund ta përballash? S'mundesh me përballu, nuk mund. Nuk ka kohë ka kërkesë, ka Bashkia e Shkodrës. Vllaznia. Klubi me Kenana, me Lushin e me vllaznin. Me vllaznin. Me tujt. Se me tujt. Bashkia aty paguaj ta pare. E din ta. Arsye pse? Qose një arbitër shqiptar ta marrë perfekt ndeshën dhe ti del për situatë skeqe. Endri, të thash dhe njëherë pi ujë, shqetësohesh pak, Endri për ta mbyllur? Për ta mbyllur arbitra shqiptar, 5 shqiptarë ta mbajnë përgjegjësinë, kush ta mbajë vllaznia të fitojnë. Okej. Falenderoj dhe ndërkohë me Oxhën kam atë mesazhin tjetër që pikërisht ditën e njëjtë vllaznia U19 në 5 Elmës do të luajë ndeshjen e parë për titull në një play-off për titull ku vllaznia me merit ka dalë para e grupit A. Pëlqen orari i ndeshjes, më thënë drejtën, 12 misditë është të marrshme me lujt, atë shumë nxehtë aty. Por shpresojmë që të jetë koha të paktën me re ose me shinjë që mos tjetë temperaturën. Atëherë kemi ardhur në mbyllje me urimin pikërisht, me një urim zëmre, ne dhe uronim me gabime, pa gabime, me skema, pa skema, me albitra, pa albitra, dita e shtunë të flasi një pik. Ta i djaloshit ciklist që tha para 4 javësh i duhet vllaznis. Ndërkohë do të uronim U19-s të riparoj atë që po mbet futbolli. Do të uronim suksese vllaznis B, pikërisht që arriti objektivin. Ju rikujtoj që nesër ne do ridigjohemi këtë emisioni drejt për drejt. Ju rikujtoj që këtë javë në rrëthim do të kemi një personalitet nga fushë e Shaut që ka qenë para shumë vitesh pikërisht berber, por me 2 diploma, Abdyl Shala, ditën e enjte në rrëthimin ton. Tu ne japim fund duke falenderuar paneli, me diskutime entuziast, njëkohësisht duke njohur me skuadrën teknike, Gjok Vece, Marvin Make në studion qendrore, Artur Demir Drabeja, Roberto Gria, Jul Vuka në studion e transmitimit, përgjegjës në studio Artur Pasko, grafika Klov Jubani, IT në Star Plus, Terence Pepa, drejtori Ergjys Kavaja. Kaq për sot,
do ridëgjohemi, do rishikohemi si çdo të martë në orën 13 natën.